Borussia Dortmund ka rikthyer interesimin për sulmuesin Fisnik Aslan dhe po konsideron të dërgojë një ofertë huazimi drejt Hoffenheimit me obligim blerjeje. Gazeta e famshme gjermane Bild raporton se ylli i Kosovës është rikthyer prapë në radarin e vërtezimve që po e shohin atë si pasuesen adekuat të Serhiu Gurasi. Skenari më i mundur është tani huazimi, diçka që ka tentuar të bënte dhe Leipzigu. Aslani në anën tjetër është i gatshëm për të gjitha lëvizjet e mundshme dhe asesiz do ta refuzonte Dortmundin. Një skenar i mundshëm, Dortmundi mund ta huazojë Aslanin me obligim blerje. Në këtë situatë pagesa do të bëhej një vit më vonë. Ky faktikisht ishte plani origjinal i Leipzigut. Vetë Aslani nuk është as pak kundër angazhimit të Borussia Dortmund. Megjithatë, për ta kompletuar këtë lëvizje, Dortmundi fillimisht duhet të largojë Silvan, i cili po kërkohet në skuadra spanjolle e Real Betis. Aslani javë më parë ishte afër kalimit te Leipzigu, megjithatë marrëveshja thuhet se dështoi në fund, shkaku që lojtari i Kosovës dështoi në testet mjekësore, por nuk ka asgjë të konfirmuar lidhur me këto raportime. Qendërsulmuesi i Shqipërisë U19 Enis Rexhepi ka nisur flak sezonin e ri me Stuttgartin U19, 8 gola në 3 ndeshje. Në përballjen e fundit kundër Bayern Munich të kësaj grupmoshe, talenti kombëtarët shënoi vetëm 5 gola, ndërsa sfida u mbyll 6-1 për Stuttgartin. Sikurse mos të mjaftonte Manita që 18 vjeçari shkaktoi pavarësve, me storin e radhës në rrjetet sociale i ka prekur gjikantët gjerman në nder. Rexhepi shfaqet para emblemës së Bayern Munichut, ndërsa tregon numrin 5 dhe ku vjen në trajt çoplake për rivalin, numri i golave të shënuar. Rej Mana i ka nisur sezonin e ri larg pritshmërive me Sivasporin. Sulmuesi shqiptar zhvilloi 90 minuta edhe në humbjen 2-0 ndaj Kayserisporit, por nuk arriti të ndihmonte skuadrën të gjente golin. Pas disfatës, Mana u drejtua tifozëve të Sivasporit përmes një postimi në Instagram, duke shprehur keqardhjen për rezultatin. Ju kërkoj falje për këtë humbje. Do të vazhdojmë të punojmë dhe të japim gjithçka për t'ju bërë të lumtur në ndeshjet e ardhshme. Ishte mesazhi i sulmuesit shqiptar. Performanca Manait në 2 javët e para të kampionatit ka ngritur pikpyetje për formën e tij. Ai ka luajtur 180 minuta në total në sfidat ndaj SNL Rockspor dhe Kayserispor, duke regjistruar 8 tentativa për goditje, por vetëm një prej tyre ka përfunduar në kuadratin e portës. Në këto 2 ndeshje Manai ka prekur topin 64 herë. Sulmuesi shqiptar, i cili pritet të jetë një nga lojtarët kryesorë të Sivasporit në repartin ofensiv, nuk ka arritur ende të gjejë ritmin e sezonit të kaluar. Pas dëmtimit që pësoi sezonin e kaluar, Manai po përpiqet të rikthehet në formën e tij më të mirë. Edhe trajneri i Sivasporit Ismet Tashdemir ka evidentuar problemet e skuadrës në fazën sulmuese pas humbjes me Kayserisporin. Në këtë situatë vëmendja është kthyer te Manai, nga i cili pritet një reagim në ndeshjet e ardhshme. Ardian Ismaili është kthyer në një objektiv të Udinezës në këtë fazë të merkatos së verës. Klubi friulan po kërkon të përforcojë repartin e mbrojtjes pas largimit të Thomas Christensen drejt Atalantës dhe ka piketuar mbrojtësin shqiptar të Torino si një nga alternativat kryesore. Sipas raportimeve nga Sky Sport, Udinese ka nisur të interesohet konkretisht për Ismailin dhe pritet të hapë së shpejti bisedimet me Torinon për të vlerësuar mundësinë e transferimit. Mbrojtësi 30 vjeçar është një futbollist me eksperiencë në Serie A dhe shihet si një përforcim i gatshëm për trajnerin Costa Rumjaic. Në Torino, megjithatë, situata e tij ka ndryshuar pas afrimeve të fundit të Pietro Comuzos dhe Comert, ndërsa Saul Koko vjen të jetë pjesë e planeve të trajnerit Abate. Për momentin Ismaili nuk konsiderohet i paprekshëm nga Torino, sidomos nëse mbërrin një ofertë të kënaqshme. Megjithatë, largimi i tij nuk është një çështje e thjeshtë, pse skuadra torineze ka nevojë për alternativa në qendër të mbrojtjes. Nëse transferimi realizohet, Ismaili do të gjente te Udinese një mundësi për të pasur më shumë minuta dhe një rol më të rëndësishëm në skuadër. Për momentin tratativa është ende në fazat e para. Për mbrojtësi shqiptar është një nga emrat e preferuar të Udineses për të zëvendësuar Christensen. 3 skuadra ka provuar Ardian Ismaili deri më tani në Serie A. Mbrojtësi kombëtares u transferua fillimisht në vitin 2020 duke firmosur me Specian, para se të kalonte te Empoli e më vonë me Torinon. Më parë, ai ka luajtur në Kroaci. Cristian Aslani mund të largohet sërish nga Interi, teksa Monza ka nisur kontaktet e para me klubin zikaltër për mesfushori shqiptar.
Interesi i klubit të Brianzol vjen pas dëmtimit të kapitenit Matteo Pessina, i cili pritet të mungojë rreth 3 muaj. Aslani shihet si një alternativë përmes fushën dhe një profil që mund të përshtatet ideve të trajnerit Ivan Juric. Mes dy klubeve nuk ka ende një marrëveshje, ndërsa bisedimet janë në fazat fillestare. Interi është i gatshëm të vlerësojë ofertat për Aslanin, pasi shqiptari nuk bën pjesë në planet e klubit për sezonin e ri. I transferuar te Interi nga Empoli me pritshmëritë për të shndruar në pasuesin e Hakan Çalhanoğlu't, Aslani nuk arriti të sigurojë një rol të rëndësishëm në skuadrën zikëltër. Sezonin e kaluar ai luajti fillimisht në Huazim të Torino dhe më pas të Beşiktashi, ku zhvilloi 14 ndeshje në kampionat me 2 gola dhe 2 asist. Sipas Fabrizio Romanus, Pista Monza ekziston, por nuk është ende një tratativë avancuar. E ardhmja e Aslanit pritet të vendoset në ditët e fundit të merkatos me mesfushorin shqiptar që kërkon një skuadër ku të ketë më shumë hapësira dhe të rikthehet protagonist në Serie A. Nëse marrëveshja me Monzën konkretizohet, Aslani do të kishte mundësinë të niste një kapitull të ri në Itali, ndërsa Interi do të zgjidhte përfundimisht situatën e tij. Një nga emrat më të kërkuar në merkaton e futbollistëve në ditët e fundit të gushtit në Serie B është padyshim Silvio Mercai. Sulmuesi shqiptar ka një kontratë me Sud Tirol deri në verën e vitit të ardhshëm, dhe pas formës që ka treguar në edicionin e kaluar, duket se ka tërhequr vëmendjen e emrave më të njohur. Sipas mediave italiane, janë skuadrat e Vicenzës, Pizës, Mantovës, Veronës, Padovës dhe Beneventos, të cilat kanë shfaqur interes konkret për të dhe kanë nisur negociatat si me futbollistin, ashtu edhe me vetë klubin që zotron kartonin. Sud Tirol raportohet se i ka vendosur çmimin 1 milion euro kartonit të tij, për ta lënë të largohet në ditët e fundit të merkatos, nëse gjendet akordi me cilin do nga pretendentët për të siguruar shërbimet e Mercait. Ky i fundit, disa vite më parë, mund të përfundonte edhe në superiore, pasi kishte spikatur me fanelen e Virtus Enteles në Serie C. Partizani pa të bërë një ofertë sulmuesit, por në fund ai e refuzoi duke qëndruar në Itali. Sulmuesi shqiptar Enis Rexhepi rrëmbeu skenën me Stuttgart U19, teksa arriti të realizonte plot 5 gola në transfert ndaj Bayern Munich U19. Paraqitje fenomenale për 18-vjeçarin shqiptar, i cili është pjesë e kombëtares U19, ku është aktivizuar 3 ndeshje dhe ka shënuar 1 gol me fanellën kuqezi. Në përballjen ndaj Bayernit U19, Rexhepi shënoi 5 herë në minutat 19, 28, 35, 42 dhe 50, duke ma gjepsur të gjithë të pranishmit dhe jo vetëm. Ky duel ishte i vlefshëm për javën e 3 të kampionatit. Stuttgarti momentalisht mban vendin e parë, ndërsa Bayerni renditet në vendin e dytë.